E vërtet është se ne kemi ndërtu institucione kredibile, sidomos policia, ku kam qenë edhe vetë, pjesë e policisë, është një prej institucioneve më të besueshme dhe më kredibile, më profesionale, që falë ndërkombëtarëve, po edhe ekspertëve tonë, është ndërtu si institucion. A ka të meta sistemi, ka të meta dhe duhet t'jap dikush përgjegjësi. Mirë po nuk mund t'i akuzojmë gjithë në sistem drejtësisë dhe sigurisë, për shkakun se në sistem sigurisë, sidomos policia, ka zbuluar raste aq të mëdha, ka kryer punë aq të mëdha sa që ka përlakmi edhe shtete tjera, që kanë traditë shtetërore ndoshta me shekuj. Ne kemi një komponent këtu, ajo është komponenta e politikës, që është duke i bërë dëm shoqërisë më shumti. Sidomos policisë. Policia ka qenë tabel qitjeje prej ka institucionave. Një polic trajtohet më spaku me dignitet edhe prej prokurisë, edhe prej gjykatësisë, edhe prej qeverisë, edhe prej parlamentit. Na e kemi pa momentin që ka ardhur në pushtet qeveria që është ndërheqje, sa polici është arrestu, sa polici është degradu, sa polici është largu prej pune me aktakuza, ende pa fillu proceset gjyqësore, e krejt kjo ka ndiku që të krijohet një percepcion në shoqëri se polici mund është me godit kur dush, mund është që besa dhe me vra, ashtu që i ka ndodhë kolegut ndjerë, mund është me sulmu kur dush për një tiket që do të duhej ndërmarë hapa, do të duhej ndërmarë masa, që policia që është institucioni parë për sigurin vend, edhe për qetësinë e rendin publik të trajtohet ashtu si duhet. Edhe nëse policia e kryen punën mirë, edhe dikush dënohet me 8 muaj pse e ka dhunu një të mitur, ose dikush tjetër e ka dhunu një të mitur prapë edhe lirohet edhe, ose nuk burgoset edhe ka vakt me vra polic. A shkruhen lanë të keq, a dënohen, a sponsorizojmë dhe dhunim, a kena naj të lashe tjetër? Ne kemi të lashe që ata që janë të përgjegjës, që duhet me dhanë përgjegjësi, nuk për dhanë përgjegjësi. Që kjo është të lashe në shoqërinë ku jetojmë, në shtetin tonë të ri. Ata, qoftë gjyqtar, qoftë prokuror, qoftë edhe menaxhera policor, por edhe ata që janë të përgjegjës për hetimin e rasteve, duhet të japin përgjegjësi. E që kjo përgjegjësi po mungon. Zakonisht, mas tepërmi e kanë godit policin, që është institucion, po them thojza jetim, edhe s'ka kush ta mbron. Për ndryshe tjerë i kanë ikë përgjegjësi çdo herë. Ne kemi raste për shembull për gjyqësori, ku me arrest shtëpiak, gjyqtari i një regioni tjetër ka caktuar arrest shtëpiak, 3. Arrest mbi arrest shtëpiak dhe ka dalë kryesi, ka kryer vjedhje dhe ka bërë vrasje. Si rezultat i vjedhjes. Që dikush do duhet t'jap përgjegjësi. Asnjëherë s'ka vënë kërkush përgjegjësi. Ne duhet Kur ka qenë që rast? Këto raste janë që duhet mi e hulumtu edhe gazetarët edhe gjithë ata. Diçka hulumtojmë, po diçka dhe po ikë. Diçka dhe po ikë. Po, që janë shumë serioze. Jo, s'tash, po që është serioze, po pës. Vetë fakti që është zbulu një rast, edhe pse ne jemi profesionist, jemi jurist, jemi avokat, dim se cilat janë parimet e drejtësisë, një prej tyre është edhe parimi i prezumimit të pavajsisë, që unë e konsideroj se në shoqërinë tonë, ndoshta një prej shkaqeve që është duke ndodhur gjithë ky krim është edhe debatet që po zhvillohen duke i fajsu njerëzit ende pa u kryer gjykime. Që s'na takon neve. Derisa këta janë të arrestuar, ne do t'ja lemi gjyqësisë. 2 mënyra që shihet kjo. E para, nëse shpallin fajtorën në TikTok ose në Facebook, a i bjen që je fajtor edhe pse s'ka shpall. Gjykata, nëse më lejohet, e kemi një hall shumë të madh. Ne e kemi hallin më të madhin me edukimin. Pret i kthejmë asoj, i kthejmë, njëherë nuk po më rri mire eduku, se s'po më rri me eduku, fillimisht. Shoqërisë nuk ka as rrëmjet kriminalitetit, as... Fillimisht janë të eduku, manej nëse vrojnë nuk janë dënum, ose nëse dhunojnë si janë dënum, ka mund është me thonë për një qytetar atje që e shohim ne, që e shohim ato, del me një video, është i mitur, 16 vjeçar, edhe ai po fol diçka për fel. Po çka ka lidhje me religionin? Çka dinaj për religionin? Ajo është mungesë. Ajo është mungesë, po ne kemi pas kontakte si jetuesëm, kam pas kontakte me persona të tillë. Ai lidhje nuk ka me religionin. Po lidhje s'ka me religionin. Ku merr informata? Përkrahoi shumë folsen që thotë se radikalizimi është në përgjithësi në shoqëri. Nuk kemi të bëjmë vetëm radikalizim me një drejtim atje të një religione, se radikalizimi po ndodh komplet shoqërinë, edhe
shumica e radikalizimit edhe instrumentalizimi i trive bëhet prej jashti, Okej. prej interneti.